Kolitit është një inflamacion i zorës së trash që mund të shkaktojë dhimbje barku, diare, fryrje dhe lothje. Shumë njerëz nuk e dinë se disa ushqime të zakonshme mund të përkeqësojnë gjendjen ose madje të ngjisin shfaqjen e simptomave. Në këtë video do të flasim për 3 ushqime që duhet t'i shmangni nëse vuani nga koliti, për të mbrojtur shëndetin e tretjes dhe për të jetuar më rehat. Përpara se të fillojmë, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton dhe të shtypni butonin e pëlqimit. Kështu do të jeni gjithmonë të parët që mësoni këshilla dhe informacione të vlefshme për shëndetin tuaj. Mbështetja juaj na ndihmon të sjellim edhe më shumë video interesante për ju. Ushqimi i parë që duhet të shmangin personat me kolit janë makaronat, sidomos ato të bëra nga mielli i rafinuar. Këto makarona duken të pafajshme, por në fakt janë një nga armiqtë më të mëdhenj të shëndetit të zorëve kur ato janë të inflamuara. Shumë njerëz i konsumojnë pothuajse çdo ditë, pa e kuptuar se çfarë efekti negativ mund të kenë. Mielli i rafinuar është një produkt që tretet shumë shpejt nga trupi. Kjo do të thotë që sapo e konsumoni, ai kthehet në sheqer me një shpejtësi të madhe. Ky proces rrit nivelin e sheqerit në gjak brenda pak minutash dhe e detyron trupin të prodhojë më shumë insulinë. Për një person të shëndetshëm, kjo nuk është gjithmonë problem, por për ata që vuajnë nga koliti, kjo gjë mund të shkaktojë trazira serioze në zor. Kur niveli i sheqerit në gjak rritet me shpejtësi, kjo prish ekuilibrin e baktereve të mira dhe këqija në zor. Bakteret e këqija fillojnë të shumohen më shpejt, ndërsa ato të mirat dobësohen. Kjo gjendje bën zorën më të ndjeshme ndaj inflamacionit, duke shtuar rrezikun e shpërthimeve të kolitit. Makaronat nga mieli i rafinuar nuk kanë pothuajse asnjë vlerë ushqiese. Ato janë të varfra në fibra, vitamina dhe minerale. Fibrat janë thelbësore për një tretje të mirë dhe për lëvizjen e rregullt të zorëve. Por kur konsumoni ushqime pa fibra, zora punon më vështirë dhe kjo mund të përkeqësojë simptomat e kolitit. Përveç kësaj, konsumimi i shpeshtë i makaronave të tilla mund të shkaktojë fryrje dhe gazra. Shumë persona me kolit e dinë sa të bezdishme janë këto simptoma, sepse ato nuk shkaktojnë vetëm parehati, por edhe dhimbje barku që ndonjëherë behen të padurueshme. Në ditët kur zora është e ndjeshme, një pjatë makarona nga mielli i bardhë mund të jetë shkëndija që ndes gjithë problemin. Një tjetër gjë që duhet ditur është se këto makarona shpesh konsumohen me salca të gatshme, djathë të yndyrshëm ose mishra të përpunuar. Këto shtojnë edhe më shumë ngarkesën mbi sistemin tretës dhe mund të iritojnë zorën edhe më keq. Pra nuk është vetëm makarona vet, por edhe mënyra si e shoqëroni që mund të jetë problem. Zgjidhja më e mirë është të zëvendësoni makaronat nga mieli i rafinuar me ato të bëra nga mieli integral, mieli i elbit, i tërshërës, apo madje edhe nga thjerëzat ose bizelet. Këto jo vetëm që kanë më shumë fibra dhe vlera ushqiese, por edhe ndihmojnë në mbajtjen e një ekuilibri të mirë të baktereve të zorëve. Në këtë mënyrë, jo vetëm që do të keni një tretje më të mirë, por edhe do të zvogëlloni rrezikun e shpërthimeve të kolitit. Ushqimi i dytë që mund të përkeqësojë kolitin është fasulja. Edhe pse shumë njerëz e shohin si një burim të shkëlqyer proteinash bimore dhe fibrash, për ata që vuajnë nga inflamacioni i zorëve, ajo shpesh kthehet në një problem të madh. Nuk është se fasulja është e keqe në vetvete, por mënyra si reagon zora e ndjeshme e bën të vështirë tretjen e saj. Fasulet kanë një sasi të lartë fibrash të patretshme. Këto fibra në kushte normale ndihmojnë tretjen dhe lëvizjen e zorëve. Por kur dikush ka kolit, zora është e irrituar dhe çdo ngarkesë e shtesën nga fibrat mund të shkaktojë më shumë fryrje, gazra dhe dhimbje barku. Në fakt, shumë persona raportojnë se pas një vakti me fasule, simptomat e tyre përkeqësohen brenda disa orësh. Një tjetër problem me fasulen është se ajo përmban disa karbohidrate të quajtura oligosakaride. Këto nuk treten lehtë në stomak dhe zorë të hollë, por arrin deri në zorën e trash ku fermentohen nga bakteret. Ky proces prodhon gazra, të cilët jo vetëm shkaktojnë fryrje, por edhe rrisin presionin në muret e zorës, një gjë shumë e pakëndshme për ata që kanë kolit. Përveç fryrjes, gazrave dhe dhimbjes, fasulja mund të shkaktojë edhe diare tek disa persona me kolit. Arsyeja është se fermentimi i saj çliron disa substanca që mund të irritojnë më tej mukozën e zorës. Kur zora është tashmë e inflamuara, çdo irritim shtesë mund të çojë në shpërthim të simptomave. Shumë njerëz mendojnë se duke e zier fasulen për një kohë më të gjatë, problemi zgjidhet.
Edhe pse zjerja e gjatë dhe ndërrimi i ujit gjatë gatimit mund të zvogëlojë disi sasinë e oligosakarideve, kjo nuk i eliminon plotësisht efektet që ka fasulja tek zorra e ndjeshme. Pra, për ata që kanë kolit aktiv, edhe një sasi e vogël mund të jetë e mjaftueshme për të shkaktuar probleme. Një tjetër gjë që shpesh nuk merret parasysh është se fasulja zakonisht shoqërohet me qep, hudhër dhe erëza të forta gjatë gatimit. Këto në vetvete janë irritues të zorëve dhe mund të përkeqësojnë edhe më shumë situatën. Pra, jo vetëm vetë fasulja, por edhe mënyra tradicionale e përgatitjes e bën atë një kombinim të rrezikshëm për kolitin. Për ata që nuk duan ta heqin plotësisht nga dieta, një alternativë mund të jetë përdorimi i fasules së qëruar ose varieteteve më të buta, si fasullet e bardha të vogla. Megjithatë, edhe këto duhet të konsumohen me kujdes dhe në sasi të vogla, duke parë si reagon trupi. Shpesh, shmangja totale gjatë periudhave të përkeqësimit të kolitit është zgjedhja më e mençur. Ushqimi i tretë që personat me kolit duhet ta shmangin janë specat djegës. Shumë njerëz i pëlqejnë për shijen e fortë dhe aromën karakteristike që i japin gatimeve, por për zorën e ndjeshme, ato mund të jenë si benzinë mbi zjarr. Edhe një copë e vogël speci djegjës mund të mjaftojë për shkaktuar açarim dhe shpërthim simptomash tek ata që vuajnë nga koliti. Specat djegjës përmbajnë një substancë të quajtur kapsaicin, e cila është përgjegjëse për ndjesinë e djegjies. Kjo substancë ka efekt irritues mbi mukozën e zorrës dhe stimulon prodhimin e acidit në stomak. Për një sistem tretës të shëndetshëm, kjo mund të mos jetë problem i madh, por për një zorë të inflamuara, kjo është një goditje e fortë që shton dhimbjen dhe parehatina. Kur dikush me kolit konsumon speca djegjës, simptomat si dhimbja e barkut, diareja dhe ndjesia e djegjes zakonisht shfaqen brenda pak kohësh. Në disa raste, inflamacioni mund të zgjasë edhe ditët të tëra pas konsumit, duke e bërë shërimin më të ngadalshëm dhe më të lodhshëm. Një tjetër problem është se specat djegës shpesh nuk konsumohen vetëm. Ato zakonisht kombinohen me mish të yndyrshëm, sallça të rënda ose ushqime të tjera pikante, duke krijuar një koktej irritues për sistemin tretës. Kjo do të thotë se përveç vetë kapsaicinës, zorra përballet me një ngarkesë të madhe nga yndyrnat dhe erëzat e tjera. Disa persona me kolit thonë se mund t'i konsumojnë në sasi shumë të vogla pa pasur probleme. Por në realitet edhe përdorimi i herpashershëm i specave djegës mund të mbajë një gjendje të lehtë, por të vazhdueshme inflamacioni në zorë. Ky inflamacion kronik mund të çojë në shpërthime të shpeshta të simptomave. Edhe specat djegjës të freskët, të thatë apo pluhur kanë të njëjtin efekt. Pra, nuk ka rëndësi në çfarë forme i konsumoni, rreziku është i njëjtë. Madje pluhuri i specit djegjës në gatime mund të shpërndahet më lehtë në ushqim, duke e bërë edhe më të vështirë shmangjen e tij në një vakt. Zgjidhja më e mirë për ata që vuajnë nga koliti është të shmangin plotësisht specat djegjës dhe ushqimet pikante. Në vend të tyre, mund të përdorni erëza të buta si majdanozi, borziloku apo rigoni, të cilat i japin shije gatimit pa e irrituar zorën. Kjo jo vetëm që do të ndihmojë në parandalimin e krizave, por edhe në krijimin e një ambienti më të shëndetshëm për shërimin e zorrës.